studio Selma, Arilena Ara, Hajt Renga Baba Stars, Unika Tili, janë vetëm disa prej emrave që sonte janë pjesë e rubrikës tonë të pëthënat e kësaj jave, e për të zbuluar më shumë, i ndjekim bashkë në rubrikën e fundit për sonte. Aktori shqiptar Marko Cakaj është bashkangjitur kasit të filmit Batman Superman që do të publikohet gjatë vitit të ardhshëm. Aktualisht, ky film në të cilin Marko është në rolin e reporterit po punohet në postproduksion. Caka është nga Shkodra, ndërsa origjina e largët e familjes së tij është nga Ferizaj, por është rritur në Athinë të Greqisë. Përpos në këtë projekt, Marko do e shohim edhe në filmat si The Auditions, Honey Blood, Billions, The Code of Conduct e të tjerë. Fituesja e talent show-t X Factor Albania 2 po del të jetë më e suksesshmja deri më tani. Ajo ka mbaruar punën për këngën e saj më të re, e cila pritet të lansohet për herë të parë në X Factor Albania 4. Arilena me datën 16 mars do ta promovoj projektin më të ri në natën e 4 live të Faktorit X në Shqipëri, pasi do të jetë ftuara speciale dhe do ta ketë performancën e parë nga VIP-t. Prive mëson se Arilena ka realizuar një projekt me producentët ndërkombëtar në Francë. Është për të krenuar për faktin se në historinë e hip-hopit botror kanë kontribuar edhe artistët shqiptar, të cilët tashmë janë bërë pjesë e librit hip-hop, një libër që flet 100% për këtë zhanër. Ky grup, i cili është ndër më të njohurit shqiptar e që ka arritur ta shënojë këtë sukses, është labeli TBA. Mirë, po kjo nuk është e gjitha. Prive mëson se Unikatel është në përgatitje të albumit më të ri. Se çfarë do të servoj adhuruesve të tij tashmë shqiptarë ndërkombëtar mbetet të shihet, por sigurisht se nuk do të ndryshojë nga stili unik dhe i përhershëm. Genta Ismaili dhe dy ton ishin më së gati për ta lansuar këngën e tyre të përbashkët Ai e gati. Të sjell vetëm në verzionin audio, ata publikuan këtë këngë të premten në mbrëmje. E Genta Ismaili nuk qëndroi në Kosovë për të vëzhguar nëse kënga po ka sukses. Ajo mori rrugë drejt Amerikës me qëras do të qëndroj për disa muaj me familjen e saj. Genta do të pushoj për një kohë nga angazhimet e saj dhe pas 3 muajve do të rikthehet me një projekt të ri. Na e bondinin dhe, mes neve dhe më nuk ka tjerë, kena vetë vetë që në dhe te, gjithë te bojmë si të parën he. Është shumë e rrallë kur lansohen videoprojekte muzikore pa emrin e saj, pasi make-up artistja Selma në shumicën e rasteve përkujdeset për pamjen e artisteve tona. Por kjo nuk është ajo që e përmbush në profesion këtë super talente. Ajo dal ngadal po arrin atë që synon secili artist. Punën e shkëlqyer të Selmës, tash e tutje nuk do ta shohin vetëm shqiptarët, atë mund ta gjeni në rrjetet sociale të make-up artistëve nga e gjithë bota me video tutorial dhe fotografi. Bile Selma ka një ofertë nga Anastasia Beverly Hills dhe Huda Beauty në USA dhe Dubai për të përdorur produktet që ofron kjo kompani make-upi, gjë që artistja Selma i ka përdorur edhe më parë. Baba Stars. Kënga Haj 3 vjen si vazhdim i dy këngëve të mëparshme Haj dhe Haj 2. E duke u bazuar në suksesin e këtyre dy të fundit, padyshim se edhe Haj 3 do të mirëpritet nga adhuruesit e Baba Stars. Mirë, po ajo që ka rënë në sy këto ditë janë pikërisht fansat e këtij labeli, të cilët nuk kanë hezituar ta shprehin dashninë që kanë për të. Bile disa kanë shfrytzuar çdo status të pjesës tjetër të reperëve ta shprehin dashninë e tyre për këngën favorit. Me kaq përfundoi edhe edicioni mbrëmjes së sonte të emisionit prive. Unë ju lës sërish takim të shtunën në ardhshme në të njëjtën kohë dhe në të njëjtin vend. E deri atëherë ju keni portalin ton prive.al, ku sonte me njëherë pas prives do të keni rast të ndiqni një lajm shumë interesant që ka të bëjë me Edona James dhe aferën e saj me ish futbollerin Stefan Effenberg. Se çfarë kanë pasur realisht ata në mes vete, më së miri do ta zbuloni nga një video postuar në portalin ton. Pra mos harroni prive.al ju pret. E deri në takimin ton të radhës, mirëmbëjtje.